Sa po shmbyllur ndeshja e basketbollit, Vllaznia Teuta ishte ndeshja seleksionare për Kupën e Shqipërisë. Ekipi dorsak fiton në Shkodër përmes shumë polemikave ndaj Vllaznisë. Me të nërën vllazanit e ekipit Kuqërblu. Profesor, pas 11 fitorëve radhazi, ndalet Vllaznia juaj. Pat me një fillim të keq sot, sidomos periudhën e parë, dhe nuk arritme me hyn lojë siç duhet. Nihet shumë mungesa e lojtarit dëmtuar që kishim sot, numri 0 Thomas, i cili është, si thosh, motori i skuadrës tonë, si në sulm ashtu edhe me grintën e tij në mbrojtje. Ishte një mungesë që u nis shumë sot për ne. Megjithatë, patme momente ku kishim mundësi me hyn lojë, disa momente nuk na buzëqeshë edhe fati, me thënë drejtën, por mendoj që duhet paraqitena me më shumë grintë dhe me më shumë dëshirë për të fituar, sidomos kur jena në shtëpinë. Shumë tension fundi i takimit, ju pam si staf, si skuadër, sportista, presidenti Dibra, të gjithë tek trupa gjykuese dhe i deleguar i federatës për një vendim të kontestueshëm. Mendoj që kishte shumë vendime që mund të hajnë diskutim, por këto janë gjëra që janë dorën tonë. Do përpiqena me bë raportimet tona në organet kompetente. Shpresoj të kena një reagim prej tyre, por që e shoh që nuk ka dëshirë nga ana e këtyre organeve për me pas drejtësi. Vllaznia mbyll këtu me Kupën e Shqipërisë, duke u eliminuar në finale, por shkëmbë vende është e plot në kampionat. Kjo ishte një ndeshje që nuk ka ndikim në kampionat, fatmirësisht për ne. Por siç e shihni edhe vetë, rotacioni është i shkurtë. Një lojtar me na u dëmtu ndryshon komplet fytyra e skuadrës tonë. Është nevoja me pas përforcime gjithmonë, por mundësitë tona ekonomike janë të pamujtuna për momentin, që me afru dikë tjetër. Largimi i Arnoldit është një, dëmtimi i Thomasit, siç e shihni vetë, është një nga një ekip që konkurroi me ekipet e Kosovës, jena këtu në një ekip që sot luajti me brek nëpër kamë dhe nuk jam fare i kënaqur me performancën. Ndeshja e radhës për kampionat për ekipin Kuqërblu? Kena një periudhë 2 javore pa ndeshje të shi, sepse janë përmundime kombëtare, edhe më pas do kthehena në ndeshjen e radhës me Pogadeci. Faleminderit. Faleminderit. Sukses.